Gjyqtarët do të pajisen me armë. Çfarë mendoni ju? Unë do të them kështu që mendoj që populli të pajisen me armë. Se është e vetmja halkë në Shqipëri që s'ka punuar kur e sinqertë. Sa janë vrarë, prak marri me gjykimet e dobta, prandaj duhen ata që vjen atje të jenë me armë. Se në rastin ku zgjidhin gjë, t'ja u marrin shpirtin. Unë jam njeri i vojtën për gjykata. S'bë legalizimin të palacot. Jam 83 vjetë, i kam dhënë shtetit. Janë kampion absolut sport në Ballkan. I kam dhënë deputeta, ai vetë atje do para pa tjetër. Prandaj gjyqësia është halka që do të jetë o të jetë e varur që nga shteti, o asnjë tjetër. Bëjmë se të qepi. Jo, thotë, stakon. Me dokumenta super të garantura. Kush gjyqtare ka çështjen tuaj? Jo, më kam qytetar, kam pas në 2 herë atje në policinë gjyqësore, kam bërë 2 herë atje me ta. Ata i bëhet me një herë, bëhet palë me kriminalin. Mua më kanë vjedhur në Luizë, më kanë vjedhur dosjen, parat, gjërat ja sot, më i bëra një letë drejtoreshës, ja u kanë përgjigjen këtu në fund. Drejtoreshës përgjigjshme. Ta Luizë me kësaj Teres. Ata kanë një sprej, thotë, kemi vendosje. Që si doktori thotë, po serë për 2 minuta kështë vdekur. Ja, i bëra letër drejtoreshës përgjigjshme. Për legalizim jam ka jo, në Darago dhe. 80 vjeç. Kam qenë për puna, kam qenë shefe, kam qenë në Konemerojës, kam qenë hero. Me gjithë me biografi të keqe, unë i premtoj se e familjes ati një paqet cigare në më ka nga unë, me këtë pension që kam. S'ka me këta, nuk bëndot punë, a i thotë, pa isën gjyqtarët. Më vrasi e gjyqtari mua. A i të vrejtë, a i të të drejten. Gjej një njeri në Tiranë që ka bërë legalizim, pa lek. Thonë një që ka për shteti, pa lek. Unë kam të kam një thes me dokumenta këtu. Që atje pa vite që. Sa vite që e kërkoni legalizim? Unë do t'jap një fotokopë të deklarimit që në 2006. Që në 2006. Kam qenë me mira herë në përzyra, me 100 herë. Çfarë justifikimi ju kanë nxjerrë? Pse nuk Se s'u kam dhënë para ndorë. Ha, për fare. Që të ishë punës edhe me nqizimet atje, s'ka me dokumenta super, ja këtu i kam 3 dokumentat. Super të garantuara. Super me. Unë në Kroaci para një muaj dola kampion absolut i Ballkanit. Unë kam qenë kampion për shqytizëm, sportist. Komandant brigadë e Konemerojës, e flamurë, 3 brigadë. Atje një palaqë atje, nga të rëndosjem që dosjen. 3 herë më kanë vjedhur dosjen. Ja kam shkruar te doktoresë në letër këtu. Dhe i them atje. Më kanë vjedhur dhe dosjen. Ti thot pa isë edhe me armë ata pasaj. Populli do të ketë armë. Që ta ndjej veten e. Pa isën me armë edhe populli edhe gjyqtarët. Atë luftë civile. Jo, ka luftë civile pasaj. Luftë civile. Ata të kemë frikë. Sa ta s'ka ndërgjegje për të punuar. Shkojmë dhe në branqë më unë, oficeri polici gjyqësore bëhet palë me kriminali. Ai që më ka vjedhur dosjen, ai që më ka vjedhur parat, ai që ka në burg zvar atje, se më ka marrë edhe zvar policia. Më ka vëdu me mina henë për zyret e tyre. Më po dosjen të rëtë dokumentat. Arbo me gjyqe që i bëra për së dy të gjende, me doktor Ber, me tapi, si pas e ligjit e 7.501. Se këj ligjë me i vrej Shqipërinë, dy me preqimtarë. Edhe inshallah, gjyqtarët. Jo, për tokën jo, unë e kam të berë me regull. Tokën e kam më pronë. Po nuk e bëjnë ata, s'duan ata, bëjnë para ndorë, kërkuan para. Edhe po të shikosh në një gjizim të një nga ata zyrë, kuptohet që atje, e kam dhe datë e emër me emër dhe kam shpi, që ajo kam cenuar për lek. Se si kam mundësit e që ajo kam shqiptim të 10 pondë. Gjithë me mua e ka bërë, edhe unë se pej. Që kam bërë shtetit, nga 4 randi kam bërë shtetit. Ajo dhe është kampioni Shqipërisë, në gjithë mburë shqiptarë. Kush është problemi më i madh në gjyq sot për sot? Problemi më i madh është se ata nuk kanë sinqeritet. Unë mund të bëja një përshëndetje për më latë këtë, unë se populli thonë një shprehje, burgu ka derë, varri s'ka derë.
Unë përshëndes të gjithë të tre grupet e të burgosërve me rrugim për jetëshëm. Janë tre grupe ata. Është grupi trimave, i të apë qeverin dorë ata qajnë, janë të mafashmi ata viktimat, që marrin lekët e këtyre që arbojnë këta me zonjën e tyre në përbot, janë dhe kriminalët e vërtet. Për ata, po të pëndojnë, andaj, burgu do të ketë derë. Unë të bëndë në revolucion, po të hapë burgjet, unë e lejte kokën, hapë dhe shkoj pare. Së të kemë vare, kazënë. Aty për të marrë vareja, jo si tonë ata, populli do këte, a ju vend gjukat, a kënë në brejsat e licencë. O drejtësi, o babë. Regull. A ka gjyqtar korruptuar? Mund të gjesh shumë pak të pa korruptuar. Mund të gjesh shumë pak të pa korruptuar. Se gjithë operasje që bëjnë tash, janë pranë me qindra njerëz parak marrje. S'ka gjithë problem, janë pranë. Këtë e dini juve. Unë jam në evidenca. Tash një gjyqtar u vranë dhe petale armë. Unë kam njotë dhe njotë akoma dhe shumë se deputet. Unë i jam drejtuar me letër edhe zëvëndës kryeministres. Kam njotur gjysën e saj Beqir Ballukun. Sa shumë ka gjysë kam një sportist, Iraku ndërkombëtar. Kampion parachutisëm dhe gjithë tot. Kampion marathona dhe sot. Kam marathonist. Kam një trajner, 10 vjet librash. Kam një metallurgji, shef i madh. Me gjithë që me bëra gjithë keqe. Unë kur ishte me Roxha isha në parajs. Tani janë mosketerë. Unë kam bërë... Më kese ku e në Veroq. Unë kam bërë mbi 50 cakara ndërkombëtare me flamur shqiptare. Dhe s'më dhënë shteti një atlete, me përjashtim të Babamondit, që kanë veshur këtë, se u regjisova marathon sot, janë vejës muri, se pra dhe një heroizm aty. Shpëtova një zenë, një student, të Arben Broci, para një 6 muaj, që e hengra, që më dhe vesh prapë në tyre. Që s'do të këta thot edhe feja, edhe policia, edhe shteti. Unë ndryra. Se për 20 palangjozë që mbani se iri, që dhe 3 burat e mirë, që më thanë more, shpëtoj se e branë. Si doktor Lukaj Qimi, si Drever Kalaja, ca njerës, ama në unë ndryra, që e ngra unë. Që e në Shkodër, shpëtoj ata, unë bëjtë vetë u bero. S'do ndrysh për të punë. Por unë jam njeriu mi përcaktuar i këtij kombi. Kam njotur deputete, kam njotur shokë, nga. Kur isha i risha dhe i bukur, po tani unë s'kam asgjë fare, para s'kam. Se mua më mungojnë 2 gjëra kryesore. Më mungon ose një njeri me thes me leka, që vetë ti thot atje anaj to para beka legalizimin, ose një ulikan e konkurrendor, kriminal. Edhe që më mungon. Se të qenë kriminal si këta të Shkodrës, është trim. Ata themi një nivel banale, po mos zemrojsh ti. Populli thot, kishti trimi dhe o shkuri i Cingenez nuk mbajnë, trimi i shtrima. Unë s'kam as para me tas, as shok huligan. Se të një trim huligan në të një rrugë me unë. Si gjeni e unë? Ka jo Miftarago, sportist ndërkombëtar, kam tonë ditur Evropën. Marathonat të mëdha për botë, Berlin. Dhe 11 në marathonën në Romës kampionat botëror. Një pension, kjo është mësur e ngushtë, një të vogël fare të punës, se kam dalë me 60%. Kërse kisha një tjetër të sportit, në punë të bëja pa dokumentat, la matita në një gazetë kontra Tali Berishës, ma prem. Ja prevo te, po është duku dosja. Duke edhe në naime ati 101 vjeç e votoj për atë dhe 2 deputet librash. E s'merë me Partia Demokratike deputet librash. A ju që e fundit, që i dha shumë atje. A i pension këshu. Po tërta, njeri, shëgjyrë zotit, që kam qenë mirë deri këtë moshë 83 vjetë, ndryra për ata, e hangra, ma s'pëtova një djallë. Se që hangrat gurën në kokë të ju, unë, krishe këtu, në shpadle, i kam dokumentat të tje, pa të bëra rezonance, ta shi 24 nga për të bëjnë, po të bëjmë marathona më këtu. Zvarë të yqen. Zvarë kam të jarruar këte. Unë pas edhe një medalje kampion Evrope. Unë nuk më derë shpirti. Pavarësisht për la pangjozave që s'po për legalizimin ai.
Ke një mesazh për gjithë gjyqtarët dhe prokurorët që ndoshta po ju ndjekin? Njeriu, neve themi kështu që kur vjen behari, këndon qyqja. Le tjetë zëriq të dëgjojnë qyqen këta, të dëgjojnë të gjithë ata, kjo që ndodhi këtia. Se ka për të gjetur të gjithë. Se ta shis, s'qojnë me leti, bre. Si punë e deleve. Delet, e delet zonë e deleve ti, që hodhë njëra lume dhe hodhën tëra pasaj. Që kështë një fëmi njëri, tha marrë mashin, ato për i disë të fëmija, në vapor. Ma e për një dele, tha, na, tha, e kështë 10. A gjitha e të në ndetë, ato të tëra ndetë, s'për dhe djallë atia. Edhe këta, s'ka ndrysh e rrugën, shiko mërë për gjykata që betë. Ate janë dosjet me tonelata. Unë kam thunë 2006, legalizimin, e kam tutë me të jarimin. Do të ndje për 2 minuta, e kam në qanë. Ata gjyqtarët kanë kërkuar që t'ju sigurohet godina me roje dhe Kënë armë. të kenë armë, jo gjyqtarë, po një nga gjyqtarët ka kërkuar armë, i gjyqtarë, e ndërkohë thuaj që të kenë godina të reja dhe mediat mos kritikojnë sistemin gjyqësor, mos i kritikojnë. Mediat, jo ta kritikojnë, po ta janë njerëzit që shëtrojnë vendin olla. Po shumë, hipën për gjykata që ka po njerëz e tjerë. Kush ka fitoj gjyq? Kush ka edhe parat madhe? Unë tash, më mungon kjo, paraja dhe huligani. Të rinë 80 e sa vjetë më vdes. 28 vjetë për aluizme, edhe komenda su për të rekullta. Ma kanë marrë dosën që për syri, ma kanë vjetur atje. Më dhënë të pine tokës. Bëra para, falë një notere ajo, krye noteria që ka emër, më dimoj ajo që më gjithën atë, se vdekur ajo noteri që kisha bërë unë. Jaro emër asaj që ka ajo. Për momentin, krye noteria, notera. Ajo dhe më dimoj shumë ajo, se mos qenë ajo, koma, do e mërë ajo që ka hedhur. Faleminderit. Faleminderit shumë.